Sot do të shkojmë tek Psalmi 6 së bashku, edhe në qoftë se shikojmë me kujdes librin e psalmeve, psalmet janë një bekim dhe kanë tematika të ndryshme. Në Psalmin 6 është një psalm pendimi, edhe është një psalm që ne shohim Davidin i cili ka lënë bashkësinë me Zotin, por është kthyer tek Perëndia. Edhe një nga gjërat bazë për jetën tonë të krishterë është që të pendohesh. E duhet të jetë një proces i vazhdueshëm, i përhershëm derisa Zoti Jezu Krisht të vijë. Pendimi është shumë i rëndësishëm. Tek e para mbretërve 8 ne kemi lutjen e Solomonit. Solomoni është ai njeri që kur ai hipi në fron në mbretëri, ai doli dhe bëri atë lutje të mahnitshme në fakt. Edhe nga vargu 44 thot, nëse populli yt del në betejë kundër armikut të tyre, kudo që ti dërgosh ata, dhe ti lutem Zotit drejt qytetit që ti ke zgjedhur, si dhe drejt shtëpisë që kanë ndërtuar për emrin tënd. Atëherë ti dëgjon nga qielli lutjen dhe përgjërimin e tyre dhe përkrah çështjen e tyre, çfarë bekimi. Pastaj thot, po të mëkatojnë kundër teje. Tani vëre pjesën tjetër, se nuk ka njeri që s'mëkaton. Kjo është gjendja jonë. Ne kemi një natyrë mëkatare të rilindur, por gjithashtu kemi një problem që vazhdimisht bjem edhe Zoti e di këtë. Edhe vazhdon dhe thot, dhe ti të zemërohesh me ta e ti dorëzosh tek armiku, që kështu ti shpërngulin ata robën në truallin e armikut të largët e të afërt. Pra ka një pasojë mëkati, megjithatë nëse i thrasim mendjes, pra ka një kthes tani te njerëzit e Perëndis, në truallin ku janë shpërngulur robër dhe në truallin e atyre që i kanë marrë robër, pendohen. Si puna e djalit prangpishët që ai në një pikë erdhi në vete, u pendua dhe u kthye tek ati. Dhe të përgjërohen duke thënë, kemi mëkatuar, kemi vepruar me çorodi, kemi kryer ligësi. Pra, thot, nuk ka njeri që nuk mëkaton, por kur mëkatojnë, duhet të thrasin mendjes. Dhe pastaj çfarë bën? Duhet të pendohen dhe të kthehen te Zoti. Dhe në rast se bëjnë këtë, Solomoni vazhdon dhe thot në vargun 49, atëherë ti dëgjo lutjen dhe përgjërimin e tyre në qiell në vendbanimin tënd dhe përkrah çështjen e tyre. Dhe fal popullin tënd që ka mëkatuar kundër teje, si dhe tërë shkeljet e tyre, me të cilat kanë shkelur kundër teje, jepu dëmshuri përpara atyre që i shpërngulën në robëri, që ata të kenë dëmshuri për ta. Tani Solomoni thot, në rast se ata bëjnë këtë, pendohen, kthehen, atëherë nga qielli derdh tjerë, nga qielli jepu mëshirë, nga qielli jepu dëmshuri. Madje edhe në sytë atyre që po i keq trajtojnë dhe po i kanë shpërngulur në robëri. Edhe mësimi i psalmit, unë kam shkruar rimëkëmbja frymërore. Dhe arsyeja është sepse është një psalm pendimi. Rimëkëmbja frymërore sepse Davidi është rimëkëmbur. Edhe është kthyer të ecë me Perëndin. Në fakt, psalmet kanë mjaft pasazhe që na tregojnë që ata rimëkëmben dhe ecin me Zotin. Por është interesante që Davidi vet, kur shkruaj librin e psalmeve, na tregon që ai disa herë ka gjetur veten e vet larg Zotit, por është rikthyer. Sepse Bibla thotë Psalmi 32, vargu 5 është psalmi i Davidit. E pranova mëkatin tim ndaj teje dhe nuk e kam fshehur pausin time. Çfarë po bën Davidi? Davidi ka mëkatuar dhe tani po shkon dhe po rrëfen mëkatin, edhe po kërkon falje. Ai po shkon te Zoti, edhe është baza e marrëdhënies me Perëndin është pendimi. Edhe pasoj thot, unë thash do t'ja rrëfej shkeljet e mia dhe ti e fale pausin e mëkatit tim, sela ose paqe. Ne marrim paqe kur kthehemi te Zoti. Edhe Davidi vazhdon kështu, do të gjeni përsëri në Psalmi 38, sepse unë do të rrëfej pausin time, do të pendohem për mëkatin tim. Psalmi 66, 18, po të kisha ruajtur të keqen në zemrën time, Zoti nuk do më kishte dëgjuar, apo jo. Edhe ka psalme të shumta që quhen psalme pendimi në Bibël. Tani parimi bazë është e pamundur të ecësh me Perëndin. Në qoftë se pendimi nuk është pjesë e jetës sonë. Është e pamundur. Fryma e shenjtë do të na flas, edhe ne duhet të reagojmë ndaj mëkatit që fryma e shenjtë na hap syt dhe na zbulon, edhe të kërkojmë falje, të pendohemi, të kthehemi te Zoti. Kjo është një parim i bazë që do të ketë secili prej nesh në gjithë jetën e tij. Kjo gjendet tek e parë Gjonit kapitulli i parë, në vargjet 5 deri në 9, dhe vini re në vargun 5 na tregon që
Nëse thoni se keni bashkësi me të, pra po flet për vllazëri me Perëndin, për marrëdhënie me Zotin të ngushtë, jemi të shpëtuar, po themi që kemi marrëdhënie me Zotin, kemi vllazërim dhe ecim në errësirë, pra jemi duke mëkatuar, ne gënjejmë dhe nuk e bëjmë të vërtetën. Dhe vazhdojmë poshtë duke thënë që e njëjta gjë ndodhet me njëri tjetrin, sepse ne ku nuk kemi marrëdhënie me Zotin, nuk kemi as marrëdhënie me njëri tjetrin. Por nëse ecim në dritë, atëherë gjaku i Jezu Krishtit Biri i Tij na pastron. Pra pasaj pendimi vjen në vargun 9. Nëse rrëfejmë mëkatet tona. Pra ky është pendimi. Ti kupton që ke mëkatuar, e rrëfen atë, e braktis atë dhe kthesh nga Perëndia. Ai është besnik dhe i drejtë që të na i falë mëkatet tona dhe të na pastrojë nga e gjithë padrejtësibërja. Madje Bibla thot aty që nëse ne themi që s'kemi mëkatuar, e bëjmë atë gënjeshtar. Që do të thotë që Zoti e di gjendjen tonë mëkatar të rilindur. Edhe ai pret që të rritemi, por ai e di që në jetën tonë ne do të përballemi me vendime dhe do të mëkatojmë. Nuk duhet, por ja që kështu ndodh. Derisa rritemi pak nga pak, gjithnjë më pak mëkate, por është proces. Por ne kemi dy natyra. Edhe nëse ecim në natyrën e vjetër do mëkatojmë, nëse ecim në natyrën e re, mëkati zvogëlohet, ne rritemi. Por prapë natyra e vjetër është ende tek ne derisa Jezu Krishti na marr. Kurse Psalmi 6 është bazuar pikërisht në pendimin e Davidit në një problem që ka në marrëdhënie me Perëndin, që ai e ka lënë marrëdhënie me Zotin për shkak të mëkatit. Dhe Psalmi 6 thotë: O Zot, mos më çorto në zemrimin tan. Vini ratoni tani. Davidi e kupton që ka mëkatuar. Edhe ai po thret Zotit sepse ai e di që tani Zoti do merret me atë, sepse nëse ne mëkatojmë, Zoti merret me ne, sepse jemi bijtë e tij. Dhe Davidi është një lloj besimtari në vjetën e vjetër që është ilustrimi të krishterët në vjetën e re. Edhe thot pasaj, mos më ndresh në pezmatimin tënd të nxehtë. Ke mëshirë për mua, Zot, sepse jam i dobët, o Zot, shërom, se mu robtuan kockat. Edhe shpirti im është i robtuar rënd, po ti, o Zot, deri kur? Pa Davidi po kthehet nga Zoti, edhe shikon gjendjen e tij, edhe ai shikon veten e tij, edhe i thot Zotit, kështu jam, Zot. Edhe Zot vite këti, edhe mos më qorto rënd, mos më ndresh rënd. Edhe thot, ktheu, Zot, tek unë. Edhe thot, deri kur? Riktheu, Zot, shiro shpirtin tim, o shpëton për hir të mëshirës sate. Se në vdekje s'ka kujtes për ty, kush ka për të falendëruar në varr? Jam lodhur me rënkimin tim gjithë natën. E bëj shtratën tim të notoj, e ujis dyshekun tim me lot. Një shprehje figurative, si po themi ne shkelja vrapit. Por ajo që ndodh është një pjesë e jetës së Davidit që ai duke u kthyer, edhe duke vajtuar përpara Zotit për gjendjen e tij të rënd që kishte rënë. Edhe pastaj thot, largohuni, syri im thot është konsumuar për shkak të idhrimit, po plaket për shkak të gjithë armiqve të mi. Largohuni prej meje të gjithë ju punëtorë të pautësisë se Zoti, tani vinë, tani Davidi është plotësisht kthyer te Zoti, e ka dëgjuar zërin e të qarës time, Zoti e ka dëgjuar përgjërimin tim, Zoti do të pranojë lutjen time. Le të truprohen e të robtohen rënd të gjithë armiqtë e mi, le të rikthehen e të truprohen pa pritur. Atë pendimi biblik, kur flasi për pendimin, edhe nëse do të krahasojmë shkrimet me shkrimet, është të kthehesh. Domethënë të ndryshosh mendjes së pari dhe pastaj ky ndryshim i mendjes rezulton në veprim. Si tek Mateu 21, 28, 29, tek na tregon historinë e dy bijve, edhe njëri nga bijt tha nuk do shkoj, po Bibla thot por më vonë penduar shkoj. Pra që ndodh është që pendimi është të ndrosh mendje dhe ndryshimi i mendjes rezulton në ndryshim veprimi. Pra kjo është mjaft e rëndësishme. Tek Jobi 42, Bibla na tregon në fund që Jobi nuk mëkatoi. Por miqtë e tij po, Jobi ishte njëri i drejtë. Po Bibla thotë që pastaj më neveritet vetja dhe pendohet në plurë e hi. Në çfarë ka nevojë të pendohet Jobi? Jobi pendohet për atë që është. Kur ai shikon Perëndin, ai shikon veten e tij që ai është një njeri larg Zotit, edhe një njeri i ndarë nga Perëndia, sepse sheh shenjtërinë e Zotit. Ama çdo njeri kur takon Zotin nuk thot jam shumë i mirë. Çdo njeri kur takon Zotin thot jam me buzë të papastra. Si puna e Isaias. Edhe pendohen. Pra Jobi pendohet për atë që është kur del përpara Perëndis. Te Psalmi 38, 18 thot sepse do të pendohen për mëkatin. Pra ky pendimi është pendohen për mëkatin që kanë bërë dhe kthehem duke braktisur mëkatin. Pastaj te Veprat 20, 21 na thuhet duke u dëshmuar si judenjve ashtu dhe grekëve pendim te Perëndia. Domethënë kthim nga Zoti. Po jam duke ecur në këtë drejtim dhe ky është konteksti i shpëtimit.
E do flasi për këtë, po jam duke ecur në këtë drejtim, pendohem, kthehen te Zoti dhe pastaj besoj te Jezu Krishti. Pendimi paraprin shpëtimit. Pendimi paraprin shpëtimit, thot pendim te Perëndia, pastaj dhe besim në Zotin tonë Jezu Krisht. Tani çfarë është shpëtimi për njëri të pashpëtuar? Shpëtimi nuk është të përpiqesh të braktisësh mëkatin. E dini pse? Sepse askush nuk e shpëton dot veten duke lënë mëkat. Askush nuk arrin dot te Zoti sepse të gjithë kanë mëkatuar dhe nuk e arrin lavdinë e Perëndisë. Shpëtimi nuk është të braktisësh mëkatin, por do të thotë që në pikëllimin e gjendjes, kur fryma e shenjtë të bind për mëkat, e shikon që je i ndarë nga Perëndia dhe je në mëkat dhe je i destinuar për të shkuar në ferr. Në pikëllimin e gjendjes mëkatar në mëkat, pendohesh, ndron mendje që nuk e shpëton dot veten. Pra pendimi i një të pashpëtuar ka të bëjë me faktin që ai nuk shpëton dot veten dhe kthehet nga Perëndia që Perëndia ta shpëtojë atë. Dhe kthehesh nga kryqi duke besuar në Jezu Krishtin si Zotin tënd dhe shpëtimtarin tënd. Janë një proces që ndodh kur një njeri shpëtohet, ndodh në çast. Fryma e bind për mëkat, ai gjithashtu sheh gjendjen e tij mëkatare të rënë edhe në ligësi, edhe ai vjen keq, por ai nuk shpëton dot vetë, kupton që feja nuk e shpëton, veprat nuk e shpëton, përpjekja nuk e shpëton, dhe çfarë bën? Pendohet. Në këtë kuptim kthehet nga Zoti, edhe thot Zot, vetëm ti mund të më shpëtosh. Ky është pendimi për një të pashpëtuar. Pra është kthim, është pendim pozicional. Ka të bëjë me pozicionin. Është kthim te Perëndia për të shpëtuar shpirtin e tij ose shpirtin e saj, të ndrosh mendje për gjithçka. Se ku mbështetesh? Mbështetem te feja, mbështetem te veprat e mira, mbështetem te pagëzimi, mbështetem se jam burrë mirë, unë të shkoj në paraj. Por kur ti kupton që je mëkatar i ndarë nga Perëndia, edhe kupton që nuk ka rrugë dalje, e lë këtë mbështetje, e lë kthen, e lë përpjekjet, edhe pendimin në kupton që ti kthehesh, edhe beson te Zoti Jezu Krisht. Nuk është braktisja e mëkatit, sepse askush nuk mund të braktisë mëkatin. E di që disa njerëz thonë, braktis mëkatin dhe shpëtohu. Në qoftë se do të ishte e vërtetë që të braktisje mëkatin, nuk ishte pse të vdiste Jezu Krishti. Por sepse je mëkatar, edhe nuk bën dot asgjë për këtë gjë, nuk e braktis dot mëkatin, edhe në gjendjen që je, me çfarë do lloj përpjekje, me çfarë do lloj feje, ti do shkosh në ferr. Atë shpëtimi është të kthehesh dhe të thuash Zot, unë jam i humbur. Edhe çfarë vit tek ti, vetëm Jezusi më shpëton. Sakrifica e birit tënd ishte për mua. Unë besoj në Jezu Krishtin. Kaq është. Ky është shpëtimi biblik. Sepse Bibla thot sepse pikëllimi i Perëndishëm vepron pendim për shpëtim. Pra kur një njeri pikëllohet sipas Perëndis, ai shikon veten e tij, edhe kjo e çon në pendim, por nuk mund të lërë mëkatin dot. Prandaj vdiq Jezusi që na shpëtoi nga mëkati. Prandaj thuhet duke u dëshmuar si judenëve dhe grekëve pendim tek Perëndia. E di që ndonjëherë kur ndajmë gjillin ne mund të gabojmë dhe nuk duhet të gabojmë sepse ne e dim Biblën. Edhe themi lër mëkatin, jo, nuk është ai shpëtimi. Shpëtimi është ti je mëkatar. Dhe nuk shpëton dot veten. Nuk bën dot asgjë për të shpëtuar. Je në mëkat dhe siç je do vdes të shkosh në ferr. Po të pendohesh do të thotë që ti lëre përpjekjen tek vetja që jam njëri mirë, jam njëri moralshëm. Lëre përpjekjen te feja katolik, ortodoks, musliman, lëre atë. Pendohu. Çdo më thon pendohu, ktheu te Zoti, nuk mund të qëndrosh mbi këto gjëra që do të çojnë në parajs. Nuk mundesh. Ndro mendje, asnjë gjë nga këto nuk të shpëton. Dhe kthehesh dhe beson te Jezu Krishti. Ky është shpëtimi biblik. Sepse problemi kryesor i njerëzve janë mendimet e paravendosura. Unë jam njëri mirë, unë jam moralshëm, unë mbaj familjen, unë kujdesem, unë jam fetar i mirë, unë jam ortodoks i mirë, unë jam katolik i mirë. Por pikërisht këto nuk të shpëtojnë. Pra ka ndryshim midis pendimit të njeriu të pashpëtuar me njeriu të shpëtuar, të mos i përzjejmë bashkë. Po njeriu i shpëtuar duhet të pendohet nga mëkati. Njeriu i pashpëtuar nuk duhet të pendohet nga mëkati. E kuptoj që duhet të pendohet sepse është mëkatar, jam dakord. Por nuk mund të praktikojë mëkatin. Ndërsa kur Zoti vjen te njeriu i shpëtuar, ai thot braktisë mëkatin. Ti e birim, unë të kam dhënë ty pushtetin që të kesh fitore. Lëra mëkatin. Njeriu të pashpëtuar i thot, ti nuk mund të lësh dot mëkatin. Ti je i ndarë, ti je lart meje, ti je i destinuar të shkosh në ferr sepse ke rënë, nuk e arrin dot lavdinë e Perëndisë. Atëherë pendohu nga çdo përpjekje që po bën deri tani. Me vepra, me ardhje në kish, me pagëzim, me fe, praktikse këtë gjë, sepse kjo nuk të shpëton, i thot Zoti një të pashpëtuari.
dhe ktheu dhe besoni Jezu Krishtin. Ndërsa njeriu të shpëtuar i thot ndryshe, pendohu nga mëkati. Prandaj duhet kuptoni që kur i fletit pa shpëtuar, nuk mund t'i thuash pendohu nga mëkati. Por një të shpëtuar, Zoti thot pendohu nga mëkati. I pa shpëtuar do të pendohet përsëri them për të satën herë, të shpëtohet nga ajo cilën ai po mbështetet që nuk e shpëton dot. Dhe të kthehet e të marrë thirin e Zotit falas përmes besimit në sakrificën e qenjit të Perëndis në kryq. Është shumë e rëndësishme të kuptoni këto dy gjëra. Tani, keni një tabelë aty, në qoftë se shikon tabelën, ka të krishterë që do të jenë në mish. Tani, kur flasim për njeriu pa shpëtuar, është mishëror, i pari lindur, është në mëkat, me gjitha llojet e këqija të mëkateve, ai, mënyra si përpiqet ai, megjithëse është në mëkat, me gjitha llojet e këqija të mëkateve, ai përpiqet të shfaqsojë veten me vepra të mira. Ai përpiqet t'u jap zgjidhje këtij problemi me vepra të mira. Me fe, pa gëzim, mundohem të jem njëri moralshëm, si të shkosh para, po përpiqet. Por nuk ka keqardhje për mëkatin. Është në mëkat. Nuk bin ndonjë gjë që gjërat janë mëkat. Edhe nuk është i dorëzuar te Zoti, jeton për çefin e vet. Po ky është njeriu i pashpëtuar. Tani ajo që ndodh është kur një njeri shpëtohet, ai duhet çfarë të bëjë? Të kthehet te Zoti, të pendohet, sepse pendim do të thotë kthim. Tani ajo që ndodh është shikoni pak, ne kemi tani një njeri që është mishëror. Edhe në fund mund të vdes në mish. Edhe pasaj ka të gjitha llojet e këqijave të mëkatit. Edhe pasaj ai shpëtohet vetëm nga mos besimi në besim. Okej. Nuk ka keqardhje dhe në fund është jo i dorëzuar. Mos e shihni këta. Çfarë do të thoshit për këtë njeri? Është i shpëtuar apo i pashpëtuar? Nëse ju do shihni një krishter të tillë, ju do thoshit i pashpëtuar ai. Tani, kur ecën në frymë, ja frymëror, vdes në fund frymëror me një marrëdhënie të ngushtë me Zotin, atëherë kur ecën në frymë ke vepra dhe fryte të denja pendimi, ke një besim që është duke u rritur, atëherë që ndodh është ke keqardhje për mëkatin, kur mëkaton dhe i dorëzuar plotësisht te Zoti. Por ky është njeriu i rilindur në të dyja anët, sepse Bibla na tregon që njeriu i rilindur ka dy natyra. E para Pjetër 1:4 ne kemi natyrën hyjnore, po ka dhe gjithashtu edhe natyrën mëkatare. Tek Romakët kapitulli 7 Pali shpjegon, o njeri i mirë që jam, edhe po flet për natyrën e vjetër. Tani një njeri mund të jetë 99% në mish, edhe duket sikur fryma nuk duket aty. Edhe kur e shikon atë, e shikon tamam si një pagan, që bën të gjitha llojet e këqijave të mëkatit. Pyetja është, a mundet njëri shpëtuar të bëjë 99% apo të bëjë të gjitha llojet e mëkateve dhe prapë të jetë i shpëtuar? Kjo është pyetja. Tani disa të krishterë thonë jo. Disa të krishterë tjerë thonë që në qoftë se ai njeri nuk është duke ecur me Perëndin me fryte të denja, atëherë ai nuk është i rilindur, por në qoftë se ecë me fryte të denja, edhe duket që është duke ecur me Zotin, ai njeri është i rilindur. Në fakt të dyja janë gabim në qoftë se nuk pranojnë njëra tjetrën. Sepse në këtë rastin këtu, duket sikur mishi zmadhohet, po Bibla thotë që frymën e shenjtë nuk mund ta zhdukësh. Mishi nuk e zhduk dot frymën. Sepse Bibla na tregon që kur ne trishtojmë frymën e shenjtë, çfarë ndodh? Bibla thotë që nuk është që e zgjidh atë vulosjen, po thotë mos e trishtoni ose hidhroni frymën e shenjtë me të cilën jeni vulosur apo jo. Pra një njeri i shpëtuar është i vulosur, por nuk duket fryma e shenjtë. Ai mund të jetë 99% duket vetëm mish, vetëm 1% mezi duket, po nuk e zhduk dot. Mishi nuk e zhduk dot frymën e shenjtë që është brenda njeriu të rilindur. Nga ana tjetër, fryma e shenjtë nuk e heq mishin tek njeriu i rilindur. Mund të ecë në frymë, por edhe çfarë në një pikë të jetës ti prap mishin e ka. Derisa të vdes, do të ketë mishin. Nuk dallohet që është mish aty. Dallohet vetëm frymë. Pra kuptoni këto dy gjëra që janë shumë të rëndësishme për të kuptuar, sepse njeriu i rilindur ka dy natyra. Ka natyrën e re, ka dhe natyrën e vjetër. Prandaj mund të jesh duke ecur në mish. Tani shikoni pak te 2 Korintasit 12:19. Sërish, a mendoni se po justifikohemi te ju? Ne po flasim në Krishtin përpara Perëndis. Por i bëjmë të gjitha për ndërtimin tuaj, o të dashurit e shtrenjtë. Kujt po i shkruan Pali? Një kishë sigurisht. Edhe si i quajnë të dashur. Ku krahasojmë shkrimet me shkrimet, të dashur është një njeri i shpëtuar. Pali nuk po thot fjalë që ai po shpreh ndjenjat e tij.
është nën frymëzimin e frymës shenjtë, është fjala e Perëndis dhe ne mësojmë fjalën e Perëndis duke krahasuar shkrimet me shkrimet. Tani kur një njeri është i lindur, ai është në të dashurin birin e tij. Dhe nëse je në të dashurin birin e tij, je i shpëtuar. Edhe Korintas ishin të shpëtuar, ishin të dashurit e shtrenjtë të Perëndis. Po edhe sigurisht të Palit patjetër, por Pali po flet në frymëzimin e frymës shenjtë. Tani 2 Korintasit kapitulli 12, vjen çfarë thot vargu 20 dhe 21 këtyre të dashurve. Se kam frikë se kur të vi, nuk kam për t'ju takuar siç do doja, dhe keni për të më gjetur siç nuk do të doni, se mos ka debate, zili, mëri, grindje, përgojime, përshpëritje, fryrje, rrëmuja. Pra këto gjendet tek njerëzit e dashur, që janë njerëz të rilindur. Vargu 21, dhe se mos kur të vi përsëri Perëndia im të përgull në mesin tuaj, që të vajtoj për shumë veta që kanë mëkatuar tashmë. Dhe nuk jam penduar për papastërtinë dhe kurvërinë dhe pështjelljen që kanë kryer. Pra këta të dashurit po bëjnë mëkate të rënda. Efesianët 4:30, dhe mos e hidhroni frymën e shenjtë të Perëndis me të cilën jeni vullosur deri në. Pra një njeri mund të trishtoj frymën e shenjtë, edhe të kryej të gjitha llojet e mëkateve, po nuk mund ta heq frymën e shenjtë sepse është vullosur deri në ditën e shpengimit. Prandaj është e rëndësishme të kuptojmë 2 natyrat. Tani, sepse jemi të shpëtuar, a do të thotë që mund të bëjmë çdo lloj mëkati dhe nuk do na ndodh asgjë? Bibla nuk mëson këtë. Sepse jemi të shpëtuar, kemi 2 natyra. Edhe neve, atë që ushqejmë më shumë, na kontrollon më shumë. Nëse ecim në frymë, na kontrollon jeta frymërore. Nëse ecim në mish, na kontrollon jeta mishtore. Nëse ecim në frymë, atë mendimet tona janë shumë të mira. Por mishi nuk është dukur. Po edhe nëse ecim në mish, fryma nuk është dukur. Tani çfarë bën Zoti? Zoti me një njeri të pashpëtuar, ai i qorton dhe zemërohet me ta, edhe ata shkojnë në ferr. Po me njëri të shpëtuar, situata ndryshon. Ai i qorton dhe i ndreq ata që të kthehen te Zoti. Pra Perëndia është aty dhe fillon të merret me ne, fillon të merret me mua, edhe më shikon edhe thot, fryma e shenjtë më flet nga brenda. Zani e bëre mëkat. Tani cikli i drejtë i reagimit përpara Perëndisë është të pendohem, Zot më fal. Mendimet e mia ishin mëkatare, Zot më fal. Pendohem. Edhe çfarë po bëj? Po rregulloj marrëdhënie me Zotin, sepse kur mëkatoj prish marrëdhënie me Zotin. Nuk humb shpëtimin. Sepse shpëtimi mbahet nga Perëndia. U dha nga Perëndia, nisi nga Perëndia, mbahet nga Perëndia dhe do të përfundohet nga Perëndia. Por nga ana tjetër, kur ne mëkatojmë, ai merret me ne si me birin e tij. Edhe Bibla thot, dhe keni harruar nxitjen që ju flet bive. Biri im, mos përçmo ndreshjen e Zotit, dhe mos u mpak kur të qortohesh prej tij. Se atë që Zoti e do, pra qortimi është shprehje dashurisë së Perëndisë për bijtë e tij. Ndreqja ose korrigjimi është shprehje dashurisë së Perëndisë për bijtë e tij. E ndreq thot dhe fshikullon çdo bir të cilin ai e pranon. Edhe vargjet në poshtë tregon që nëse nuk po ndreqemi, pra domethënë nëse Zoti nuk po ushtron presion mbi ty kur ti po mëkaton, ka shumë shanse të jesh i pashpëtuar. Po nëse Zoti po ushtron presion mbi ty, edhe ai dhe ti po e shikon që ai po të qorton edhe po përdor ndreqjen në jetën tënde, atëherë ndreqja është me qëllim. Thot, tani asnjë ndreqje në të tashmen nuk duket ngazëlluese. Nuk na pëlqen ndreqja. Por hidhëruese megjithatë më pas ajo prodhon frytin e pashtë të drejtësibërjes tek ata që ushtrohen me anë të tij. Pra ndreqja është që të kthehemi nga Zoti dhe kur kthehemi nga Zoti në marrëdhënie me Zotin, pastaj ne prodhojmë frytin e pashtë. Tani kthehemi te rimëkëmbja. 3 elemente që do shohim këtu. Themelet e rimëkëmbjes. Themelet e rimëkëmbjes. Vargu 1 dhe 2 thot, o Zot, mos më qorto në zemrimin tënd, mos më ndreq. 2 janë themelet e rimëkëmbjes. Qortimi dhe ndreqja e Perëndisë për bijtë e tij. Ai do të qortojë ata dhe ai do të ndreqë ata nëse nuk përgjigjen qortimit. Tani qortimi është të nxjerrësh në dritë në mënyrë verbale gabimin ose mëkatin me shpresën për ta ndrequr ose për të hequr ai mëkatin. Dhe Perëndia do të flasë me fjalë. Birim, këtu e ke gabim. Ky është qortimi. Edhe qëllimi është ta heqim atë.
Edhe Davidi është jashtë bashkësisë me Zotin. Sepse ky është zbatimi i parë historik, është jashtë marrëdhënies me Zotin. Edhe çfarë bën Zoti në fillim? E qorton atë. David kujdes. Kjo që po bën është gabim. Shikoni tek 2 Samuel 11. Dhe ndodhi që pasi kishte sosur viti në kohë ku mbretërit dalin në betejë. Davidi nuk duhet ishte aty, duhet ishte në luftë. Por ishte duke mos bërë atë që Perëndia kishte për të. Davidi dërgoi Joabin me shërbëtorët e tij dhe me gjithë Izraelit dhe ata shkatëruan bijtë e Amonit dhe rrethuan Rabahun, por Davidi reshti në Jeruzalem. Ai po rri tani, në kohën që unë duhet të bëj atë që Zoti ka për mua, unë po rri. Edhe ndërkohë që po rri, ndodhi në vend që të merrem me shërbim, në vend që të merrem duke luftuar, në vend që të merrem me atë që Zoti ka për mua, atë fitoj dy shepuj, po rri për çafin tim. Sepse kam për të jetuar një jetë. Edhe unë jam dakord me këtë, po disa njerëz jetojnë në mënyrë të gabuar. Tani ajo ndodhë që ndërkohë që po rri, ndodhi që në mbuzmbrëmje Davidi qua nga shtrati i tij dhe eci në terracën e shtëpisë së mbretit dhe pa nga çatia një grua që po lahej. Pa një zhveshje. E pastaj rifilloi të rinda më shumë, edhe pastaj më shumë, edhe pastaj ta unë dua atë. Vire qortimi i parë. Dhe njëri nuk jepet emri i tij. Njëri tha: "A nuk është kjo Batsheba?" Ta po thënë, David, kjo është gruaja e një tjetri. Zoti po e qorton atë. Është gruaja e një tjetri. Nuk është se detyrimisht duhet jesh në kishë që Zoti qorton. Por po e qorton. Kujdes këtu, po kalon zonën e kuqe. Te 2 Kronikat 21 tani. Në rastin e parë ishte mishi që e shtyu Davidi për mëkat, tani është djalli. 2 Kronikat 21 dhe Satani u ngrit kundër Izraelit dhe provokoi Davidin që të numëronte Izraelin. Tani ajo që po ndodh është Davidi tani thot, do të marr çik forcën time, fuqinë time sa të madhe kam. Sepse fuqia ime është e madhe dhe unë do të shoh sa ushtar kemi, sa të gatshëm kemi. Mirë po Zoti kishte thënë, nuk ka rëndësi se sa jeni në numër. Jeni 100.000 apo jeni 2, Zoti është forca e ushtrisë Perëndis. Dhe ne si shërbëtorë të Perëndis, ne ndonjëherë mendojmë, po nëse do kishim 200 njerëz, ne do bënim më shumë punë. Sepse ne kemi hequr syt nga Zoti, kemi syt në njerëz. Dhe Davidi tha Joabit dhe drejtuesve të popullit, shkoni, numëroni Izraelin nga Bersheba deri në Dan dhe më sillni numrin e tyre që ta di. Tani Zoti po e qorton tani. Joabi u përgjigj, Zoti e bë popullin e tij 100 fish më shumë se sa është, por mbreti im Zot, a nuk janë të gjithë shërbëtorët e tim Zoti? Përse? Përse e do këtë? Që të tregonte sa i fort ishte, që të shkonte në qofse me të vërtetë ishte në gjendje të fitonte një luftë ose një betejë. Por Zoti është forca jote. Jo numrat. Qoftë në kish, qoftë në një shërbim, qoftë në një ushtri. Përse e kërkonim Zot këtë gjë? Përse do të bëhet ai shkak për një shkelje në Izrael? Sidoqoftë fjala e mbretit bizotroi kundër Joabit, prandaj Joabi u nis dhe shkoi në përmbar Izraelit dhe u kthye në Jeruzalem. Pa Davidi vinë re, Zoti po e qorton, ai mbyll veshët. Zoti e qorton, ai mbyll veshët. Ky është qortimi. Është baza për i mëkëmbjen. Tani Zoti përdor ndreqen tani, sepse Davidi thot, mos më qorto, pe thot, mos më ndreq. Sepse Davidi e kupton që nuk dëgjoi Biblën, nuk dëgjoi këshillin e Perëndis, dhe shkoi më keq, edhe ai thot, edhe e kuptoi qortimin, edhe e kuptoi edhe ndreqjen. Ndreqja vjen pas qortimit me fjalë, dhe nuk kupton që të disiplinosh, të ndërshkosh me qëllim për të kthyer nga rruga e keqe. Te 2 Kronikat 21, po të lexoni më poshtë do të vinë re që Zoti tha, meqense nuk më dëgjove, e binde Joabin andej këtej, tani un kam 3 gjëra për ty. Zgjedh e merr. Tani është ndreqja. Edhe thot, ose 3 vjet zibuke, ose 3 muaj, thot, përpara armiqve, hasmëve, ose 3 ditë murtaj. Një nga ato, gjithë çdo. Sepse Zoti është i drejtë. Sigurisht ti je i rilindur nga hiri i Perëndis me anë të besimin në Jezu Krishtin, por ti je birë e Perëndis, dhe Perëndia do të merret me ty si me fëmijën e tij. Nuk mund të anashkalosh qortimin e Perëndis nëse je i rilindur. Dhe nëse je i rilindur, do të ndreq Zoti, nëse je i parilindur, të lë Zoti ashtu siç është. Të bind vetë për mëkat që të shpëtohesh.
Prandaj psalmi 6 është një psalm historik për Davidin, sepse Davidi, ne e shohim, ka dal nga bashkësia me Zotin, ka dal nga marrëdhënia me Zotin, dhe Zoti tani çfarë bën? Është marrë me Davidin duke e qortuar, duke e ndreshur. Nuk e di se cila pjesë e historisë është. Por në shumë psalme ne gjejmë Davidin larg marrëdhënies me Zotin. Te Zbulesa 3:19 thotë, gjithsa ai dua, ai qortoi, qortimi është një gjë. Dhe ai ndreq, ose disiplinimi është një gjë tjetër. Dhe Zoti thotë kishës në Laodice, prandaj i zgjellshëm dhe pendohu. Pra kemi në një varg të dyja gjërat. Qortimi është verbal, ndreqja është lidhur me ndëshkim. Tani zbatimi doktrinar është për Izraelin. Nga ana doktrinare Izraeli në mundime do të kaloj të këto gjëra dhe do të thra Zotit, Zot mos më qorto, mos më ndreq, edhe Zoti thra Zotit. Por ta dini Izraeli si një këmbë është biri Perëndis. Ashtu siç edhe ne jemi bitë Perëndis. Dhe Izraeli ka një problem, ai ka dalë jashtë marrëdhënies me Zotin, bashkësisë me Zotin. Te 2 Mbretërve 17 Bibla thotë, megjithatë Zoti dëshmoi kundër Izraelit e kundër Judës me anë të gjithë profetëve. Ktu është qortim me fjalë. Dhe të gjithë vizionarët duke thënë, kthehuni prej udhëve tuaja të këqija. Është qortim me fjalë, kthehu. Dhe ruajini urdhrimet e statutet e mia sipas të ligjit që ju urdhërova etërve tuaj dhe që ju dërgova juve me anë të profetëve shërbëtorëve të mi. Megjithatë nuk deshën të dëgjonin qortimin me fjalë, por i ngurtësuan qafat si qafat e etërve të tyre, të cilët nuk besuan në Zotin Perëndin e tyre. Çfarë bën Zoti pasaj? Pasi e thot. Zoti pasaj fillon të përdor korrigjimin ose ndreshjen. Edhe thot tani vargu 14 deri në 16, për më tepër të gjithë krerët e pristrinëve dhe populli kryen shkelje shumë të rënda, sipas gjithë neverive të paganëve, dhe ata përlyen shtëpinë e Zotit që ai e kishte shenjtëruar në Jeruzalem. Dhe Zoti Perëndi etërve u dërgoi fjalë me anë të lajmtarëve të tij duke çuar herët e duke i dërguar sepse kishte dhe mshuri për popullin e tij dhe për vendbanimin e tij. Por ata i tallën lajmtarët e Perëndis, i përshmuan fjalët e tij, keq përdorën profetët, derisa mëria e Zotit u çua kundër popullit të tij, derisa nuk ishte rrugdalje. Durimi i Zotit ka një kufi, nuk e di ku është, po ka një kufi. Edhe nuk ka më pasaj Zoti merr topran, edhe fillon të merret pasaj me Izraelin. Edhe thuat, prandaj, ai Zoti solli mbi ta mbretin e Kaldesë, i cili theri djelmoshat e tyre me shpatë. Kur Zoti merr topran, do të thëmë shumë. Nuk është thjesht të thot një fjalë. Ne vim, të gjojmë predikime, Zoti na flet. Ne ignorojmë, Zoti na flet, ne ignorojmë. Por me Izraelin kështu ndodhi. Thot për nuk pati dhe mshuri për deroshin a vashën, burrin a plakun apo të krysurin nga mosha, ai dorëzoi të gjithë në dorën e tij. Ndreshja ose disiplinimi i Perëndis nuk vjen thjesht nga rastësit. Historia është, Perëndia është duke shkruar historinë. Kjo është historia. E dini si vazhdon historia me Izraelin. Izraeli vazhdoi të rebelonte dhe kur erdhi Jezu Krishti ata hodhën poshtë dhe për 2000 vjet ata u shpërndanë në gjithë botën. Edhe u shpërndanë në gjendje shumë të mirë. Madje ishin të përbuzur, të urryer, ishin pa shtëpi, pa shtet, pa famë, pa të dhe, më saktë. Edhe Hitleri vrau 6 milion prej tyre. E gjithë kjo pse ishte? Ishte disiplina e Zotit. Qortimi dhe ndreshja janë dy gjëra të ndryshme. Zbatimi i parë për Davidi, zbatimi doktrinar për Izraelit, zbatimi frymëror për ne për bitë e tij, sepse Izraeli si një kombë tek Eksodi 4 quhet biri Perëndis, dhe ne jemi bitë Perëndis. Edhe 2 Timoteu 4:2 na thuhet, prediko fjalën, je këmbgulën në kohë, jashtë kohë qorto, kritiko dhe nxit me gjithë durim, gjatësinë dhe doktrinën. Pra Perëndia po kërkon një predikim biblik, është qortim dhe kritik dhe nxitje. 2 të tretat janë negative në një predikim biblik. Nuk është se kam bërë predikimin në këtë mënyrë, por nëse do predikosh Biblën, kështu funksionon. Kështu është dizenjuar predikimi kur Perëndia të frymëzon për të predikuar fjalën. E di që na pëlqejnë fjalët pozitive, por nuk është kështu nga fjala e Perëndis. Dhe Zoti ka durim të gjatë. Ai vjen na qorton, ne pastaj ç'a bëjmë? Ikim nga kisha. Nuk duam të dëgjojmë.
pastaj shfaqen pas një 3 javësh. Dëgjojmë prap, ikim prap nga kisha. Shfaqen pas një 3 muajsh. Dëgjojmë prap, ikim prap tutje. Shfaqen pas një 3 vjetësh. E di çfarë bën Zoti pastaj? Zoti do të takoj ty pastaj tek për bazë. Edhe do të ndreq, sepse ai është atyt. Tani nëse doni të shikoni pak me kujdes Davidi kur ai po pendohet, ai ka disa gjëra që i kanë ndodhur në jetë. Dhe vjen re te Psalmi 6, 3 vargjet e para. Thot, ki mëshirë për mua Zot, sepse ka 3 gjëra që i kanë ndodhur. Ai është i dobët. Po kur i ka ndodhur? I ka ndodhur kur ai iku nga Zoti. I ka ndodhur kur ai ishte në ndreqjen e Zotit. Edhe dini disa besimtarë janë të dobët, nuk marrin dot vendime, nuk thon dot jo mëkatit, nuk thon dot jo. Edhe çfarë bën? Jam i dobët. Edhe kanë probleme me marrëdhënie me Zotin. Dhe kanë probleme të marrin vendime të qëndrojnë mbi të vërteta për të mos mëkatuar. Tham, asnjëri nuk mund të qëndroj pa mëkat. Po kur unë mëkatoj, bëjmë kranar në zemër, mëkatoj me mendime, e rrëfej mëkatin e braktis atë, po eci me Zotin. Nuk kalon tek veprimi, nuk kalon tek thupra. Kur vi këtu, dëgjoj fjalën e Zotit, them Zotit më fal, edhe çfarë? Rregullohem me Zotin. Po nëse mbyll veshët, çfarë do bëj Zoti? Zoti do filloj të merret me 3 gjëra. Atë gjëja e parë, ti do të jesh i dobët. Gjëja e dytë është Zoti të prek shëndetin tënd. Ai do merret me shëndetin drejt për drejt, do të ndodh diçka në jetën tënde me rrethana të vështira, me gjëra ai do të prek ty. Do të takoj, se s'të ka takuar lavdi Zotit, po të takoj në një pikë të jetës. Davidi po thotë, po kockat e mia po vuajnë. Ai ka një problem me gjërat që po i ndodhin, dhe arsyeja është për shkak të mëkatit të tij. Sepse nuk dëgjoi qortimin dhe u përball me korrigjimin. Prandaj thotë, mos më qorto në zemrim të madh. Mos më korrigjo me atë pezmatimin e rënd të zjarrt. Sepse ai e kupton tani që po kalon tër këto gjëra që po kalon. Po nuk e di kur na viziton Zoti. Po kur ai na viziton, ai do të vë gishtin fort të dhëmb. Nuk e di çfarë do të ndodhë në jetë. Ai do të vë gishtin fort. Edhe treta është humbendjen. Humbendjen, edhe është ka probleme mendore. Ti mund të takosh ata, është i qeshur. Por edhe çfarë, nga brenda ai është i depresion, ai është i stresuar, ai është i lodhur, ai është i shkatruar. Sepse shpirti i tij është ai që është, mentaliteti i tij, mendimet e tij, personaliteti i tij. Prandaj mëkati ka probleme nëse ne nuk pendohemi përpara Zotit. Një njeri i rilindur është përjet i rilindur. Ka 2 natyra. Kur ecën në frymë nuk e heqduk natyrën e vjetër, dhe kur ecën në mish nuk e zhduk frymën. Por kur ecën në mish, Perëndia do të korrigjojë atë. Do të merret seriozisht me atë. Nuk do të dëgjosh Biblën, e mbyll Biblën, se nuk dua. Nuk dua të vi në kish, okay. Nuk dua të takoj të krishterët, okay. Por diku në një pikë Zoti do të marrë ballë për ballë, do të flas me ty. Kjo është ajo që ka ndodhur me Davidin. Prandaj ai e kupton që meriton të ndëshkohet. Po thret mëshirë, Zot, unë e kuptoj, unë e di që jam këtu ku jam për shkak të problemeve të mia. Sepse nuk kam marrëdhënie me ty, kam lënë marrëdhënie me ty. Por Zot, ki mëshirë, jo ashëran, Zot. Ki mëshirë, Zot, për hir të Krishtit, Zot, më ndihmo. Por po kthehet e Zoti, nuk po qëndron në mëkat. Davidi e kupton kasollën e drujt. Kasolla e drujt në shqip do të thotë banja. Kur i ke fëmijë të vegjël, edhe ata nuk të dëgjojnë, nëse je një prind i perëndishëm, atëherë do të flasësh me fjalë atyre. Edhe nëse ata nuk të dëgjojnë, pastaj do të rrisësh dozën, siç bën Perëndia, për shkak të dashurisë. Do të çosh në banjë, do të ndreqësh me thupër, që të mos e bëjnë me atë. Edhe nëse nuk e bën, atëherë nuk sillet si Perëndia me fëmijët. Je një psikolog, i psikologjisur nga kjo botë. Por jo njëri perëndis që ecën me frikën e Perëndis sipas udhëzimeve të Perëndis. Dhe kur të rritën fëmijë do të korrësh atë që po mbjell, psikologjin ose frikën e Zotit. Sepse është çështje kohe, që të mbjell njeriu do korr. Tani ajo që ndodh është që Davidi e kupton kasollën e drujt, edhe ai e di shumë mirë që
Stacioni i fundit që Perëndia do merret me mua është tek asolja. Sa më shpejt ta kuptojmë këtë, aq më mirë është për ne. Të mos na çojë Zoti te stacioni. Sa më shpejt do të na çojë atje. Dhe nëse na ka çuar, kemi dalë një herë, mos u kthenim prapë atje. Sepse Zoti do merret me një takim të pashmangshëm drejt për drejt në mënyrë personale me ty, siç u mor drejt për drejt në mënyrë personale me Izraelin, siç u mor drejt për drejt në mënyrë personale me Davidin. Sepse takimi nuk ka ardhur, nuk do të thotë që nuk do vi. Nuk do të thotë. Bibla nuk është mashtrim, Bibla është e vërtetë. Tani dhe shpirti im është i robtuar anë, por ti o Zot, deri kur? Davidi po pyet, deri kur? Tani kam tërë këto që kam, problemet që kam, edhe gjitha gjërat, po shoh ndëshkimin tënd mbi mua, edhe këtë jam duke rënkuar, vuaj, me mendimet, me shëndetin, me dobësitë, me gjithë këto probleme që kam, deri kur o Zot? Dhe përgjigjja është shumë e thjeshtë. Kur ti kthehesh te Zoti, Zoti kthehet tek ti. Kur ti kthehesh te Zoti, Zoti kthehet tek ti. Riktheu o Zot, shiro shpirtin tim. O shpëton për hir të mëshirës sate. Shiko te Zakariahu 1:3-4. Prandaj thuaj atyre, kështu thot Zoti i ushtrive, kthehuni tek unë. Deri kur? Deri kur do të vazhdoj të kem tërë këto peshën e presionit e të jem akoma në kasole? Deri kur? Deri kur të kthehesh sinqerisht te Zoti. Edhe thot, kthehuni tek unë, thot Zoti i ushtrive, dhe unë do të kthehem tek ju. Edhe pastaj thot, mos u bëni si etrit tuaj, si gjithë profetë e mpanshëm, vazhdon. Malakia 3:7 thot, qysh nga ditët e etrëve tua ju keni ikur largu dresave të mia dhe nuk e keni ruajtur ato. Riktheuni tek unë, dhe unë do të rikthehem tek ju. Riktheuni, domethënë procesi i vazhdueshëm. Ktheu te Zoti, nëse kam mëkatuar që në fillim, edhe me frymën shenjtë më qorton për mëkat, kërkoj falje, Zot më fal. Jam rikthyer te Zoti, jam rreth. Nuk shkoj tek asollja. Nëse Zoti më flet, ktheu, lëra këtë mëkat. Bëu më këtu. Sepse fryma më bind për mëkat. Jakobi kapitulli 4, 8-10 thot, afroni pra Perëndis dhe ai do të afrohet pranë jush. Deri kur o Zot? Deri sa ti të kthehesh te Zoti. Por ul veten. Ne nuk kthehemi sepse jemi krenar. Ne nuk kthehemi sepse ne në arrogancën tonë mbrojmë veten tonë. Ose mbyllim syt duke u zhytur në botë, sikur nuk do të na ndodhë. Sikur nuk do të na ndodhë gjë. Po shumë e thjeshtë. Tani, Hebrejt 12:11, asnjë ndreshje në të tashmen nuk duken nga zulluese. Kujt i pëlqen të ndreshet? Ne shohim vetë fëmijët, po edhe ne jemi fëmijë të Perëndisë. Por sidhëruese thot. Megjithatë më pas ajo prodhon frutin e pashtë të drejtësibare. Pse? Sepse të kthen te Zoti. Pra themelet e rimkëmbjes janë qortimi dhe disiplina. Këto përdor Zoti për të na rimkëmbur. E dyta, arsyeja e rimkëmbjes është shumë e thjeshtë, që të kthehemi te Zoti. Ai do që të kemi marrëdhënie me të. Ai na shpëtoi në marrëdhënie me të. Ai thot, jeni familja ime, jeni dritë, jeni bejta mi, ecni në dritë siç jeni bërë. Nëse nuk bëni këtë, unë do merrem me ju. Po kur unë të merrem me ju, ka një arsye që të ktheheni te unë. Kjo është arsye. Siç thashë, njerëzit duan predikime pozitive. Ose hapin Biblën, lexojnë ju vargën kurajuse, dhe ka vend për inkurajim, edhe duhet të inkurajojmë njëri tjetrin. Por shpesh herë ne nuk kemi nevojë përveç se që Zoti të na flas, ku jemi gabim, të kthehemi tek ai, sepse Zoti nuk na flet edhe nuk vazhdojmë kështu, ai do të na çojë tek asoja. Arsyeja e dytë është që të mundi shërbejmë Perëndisë. Sepse vini re në vdekje, Davidi po kujton tani, o Zot, unë jam kështu, i plogësht, edhe i dërmuar, edhe shumë keq, edhe thot në vdekje, e di çfarë, nuk do të lavdroj ty. Domethënë vjen dita që një ditë ti nuk do t'i shërbesh me Zotin, por një trup ke, nuk ke dy. Përdora trupin që Zoti të ka dhënë, dhe në qoftë se ecën në mëkat, çfarë do bëj Zoti? Do të ndikoj mbi trupin tënd që dalë përpara Perëndisë më shpejt. Po në qoftë se nuk ecën në mëkat, nuk po them që në qoftë se nuk ecën në mëkat, nuk do kesh probleme shëndetësore. Mundet që shpesh herë ndodhin gjëra të ndryshme për lavdinë e Zotit. Edhe mundet që të vuash, Pali ishte i smur, Timoteu i smur, Epafroditi i smur, Trofimi Pali Elat smur, pra mund të smuresh edhe të jetë për lavdinë e Perëndisë. Por në qoftë se çon në kasole, ai do të prekit.
në një mënyrë apo në një mënyrë tjetër jetën. Sepse ti po turpron Zotin, edhe më mirë të marrë në shtëpi. Prandaj thuhet që ai tek e para Korintasve 5 e prishi trupin që të shpëtohet fryma në ditën e Zotit. Prandaj Zoti çfarë bën? Të merr në shtëpi. Por dinere teksin Davidi thot Zot, un kam këtë trup, edhe çfarë? Edhe thot në varr, askush nuk mund të lavdëroj ty. Edhe çfarë un dua të shërbej ty. Kthehem tek ti Zot, edhe falënderit. Edhe unë dua që tani me trupin tim të jap ty lavdi, me trupin tim të shërbej ty. Pyetja është, çfarë bëni me trupin tuaj? Kujt të shërbeni? Sepse kjo është arsyeja e ndreqjes. Edhe thot, jam lodhur me rënkimin tim e gjithë natën, e bëj shtratin tim, thot, të notoj, e uiz dyshekun tim e lot. Syri im është konsumuar për shkak të hidhrimit, po plaket për shkak të gjithë armiqve të mi. Pendimi i Davidit është shumë i sinqert. Nuk është formal. Edhe ai vajton, edhe thot, o Zot, o kthehem tek ti, edhe mëkati është i rëndë, edhe është i keq, edhe unë e urrej ato, edhe çfarë them te ti, Zot, unë dua të marr frymë, të jetoj për të shërbyer ty. Prandaj arsyeja e rimëkëmbjes është ta afrohesh me Zotin dhe që trupin që ke t'ja hapësh Perëndis për ta përdorur ai. 2 Korintas 7:10-11 thot, sepse pikëllimi i Perëndishëm vepron pendim për shpëtim, për të cilin tillë pikëllim s'është për të penduar, por pikëllimi i botës vepron vdekje. Kur njëri pendohet ose pikëllohet pas botës thot, do vdes. Do marr fund jetës time. Ky është pikëllimi i botës. Nuk duroj dot më. U lodha. Të jap fund jetës. Pikëllimi i Perëndis thot, Zot, sa kam akoma frymë mbi tokë, do të shërbej ty. Trope më shëti. Ky është pikëllimi sipas Perëndis. Edhe kur Perëndia na ndreq, ai na ndreq që ta përdorim trupin për Zotin, jo të marrim fund jetës. Kështu thot Bibla. Sepse pikërisht kjo gjë ndodhi me Korintasit, që ju pikëlluat në mënyrë të perëndishme. Shikoni çfarë kujdesi veprojnë në ju, po shërtim të fajt, po qëndinjat, po çfarë frike, po dëshirë vullnëzet, po çfarë zelli, po çfarë shpagimi në çdo gjë, ju e dha provë për veten, tuaj se jeni të pastër në këtë çështje. Korintasit janë penduar edhe kanë thënë Zot, ja ky është trupi im. Unë do të përdor për ty. Do të jap ty trupin tim. Tani, e di çfarë bëjmë ne si Laodician? Është një ilustrim me bretkosën. Nëse merr një bretkos të gjallë edhe hedh në ujë të vluar, e di çfarë do bëj bretkosa? Të kërcej. Do dalë nga uji. Por nëse merr bretkosën edhe fut në ujë të ftohtë, edhe vë mbi sobë, edhe nxeh atë. Ajo rri aty, është rehat, ngrohtë, çdo gjë mirë. Pastaj di çfarë? Pastaj plagështohet aty, nuk ka fuqi, ka humbur forca, pastaj fillon të zjejë bretkosa. Nuk kërcen. Edhe shpesh herë ne çfarë bëjmë? Ne nuk është se vutemi në mëkat, jo, nuk bëjmë atë. Ne fillim rrim aty, pastaj fillojmë, tolerojmë gjëra, pastaj pak nga pak ambienti bëhet pak toksik, po ne jemi kështu, pastaj jemi të dobët dhe pastaj ne vdesim aty në mëkatin. Prandaj, kur Zoti të flet, përgjigju. Mos rri aty, përgjigju, përpara se të çojë tek asolja. Romakët 12:1-2, prandaj ju përgjërojmë vëllezër për mëshirat e Perëndis, që ti paraqitni trupat tuaj flijim të gjallë, të shenjtë të pranueshëm për Perëndin, çka është shërbimi juaj i arsyeshëm, dhe mos u konformoni me këtë botë. Nëse nuk po lexoni Biblën, po konformoheni me botën. Po lexoni, çfarë nuk po lexoni? Këtë botë. Po nëse mbyllni botën dhe lejoni Perëndin të punojnë ju dhe transformoni mendjen, ripërtërini mendjen, atëherë jeni duke u përgjigjur drejt. Dhe do të transformoheni me anë të ripërtëritjes së mendjes suaj që të provoni çfarë është vullneti i Perëndis, ai i miri, i pranueshëm dhe i përsosuri. Pra së fundi pika 3, fuqia e rimëkëmbjes. Largohuni prej meje, thot Davidi. Tani Davidi është i fortë, nuk është më i dobët. Ai di të thotë jo shoqërisë pa shpëtuar. Ai di të thotë jo mëkatit. Ai është i fortë tani. Sepse kur rimëkëmbesh, ke fuqinë e Zotit brenda te. Edhe Davidi është ngritur tani. Ai merr zotimet të drejta.
merr vendime të drejta. Mbani mend javën e kaluar, çfarë tha Davidi? Sa për mua, nuk tha sa për mua dhe shtëpinë time siç e tha Josueu. Po sa për mua, ai mori vendim personal. Do vi në shtëpinë e Zotit. Do hy në shtëpinë e Zotit. Ai mori një vendim të ishte në shtëpinë e Zotit rregullisht. Davidi mori. Sa për mua, do vi në shtëpinë e Zotit, jam në kish. Sa për mua, jam aty ku adhurohet Perëndia. Sa për mua, do vi në adhurim ndaj Zotit. Por Davidi tani merr vendime. Ai nuk do të rri me botën. Është kthyer, është penduar, edhe ka marrë zotime. Vjen në vargun 8 thot, pjesën e dytë, se Zoti e ka dëgjuar zërin e të çarës sime. Tani Davidi, hapi i dytë është, jo vetëm që është bëri fort, po ai ka marrë për kujdesjen e Zotit. Nuk është e kthu pra Zotit, është e përkujdesja e Zotit. Edhe Zoti filloi të kujdeset për ty. Shikoni te Jeremia 30:17, se unë do të rimëkëm shëndetin. E vini ra çfarë bën Perëndia? Ai do të kujdeset për ty. Ai do të rimëkëm. Ashtu si bëri me Jopin e ktheu. E di që ndonjëherë ne do të kemi probleme me shëndetin dhe kjo është për lavdin e Perëndis, po flas kur ne kemi probleme për shkak sepse Zoti po në ushtron disiplinën e tij. Ai do të na rimëkëm. Ai do të na rimëkëm. Edhe thot, dhe do të shëroj nga plagët e tua, thot Zoti, sepse të thrasin i degdisuri. Duke thënë, ky është Sioni për cilin s'pyet askush. Kështu thot Zoti, ja unë do të sjell përsëri të robëruarit e çadrave të Jakobit, do të kem mëshirë për banimet e tij. Ai do të sjell edhe ata që kanë ikur larg. Nuk është nga të vajturit të kërkuarit që e bëjnë pjesën tonë. Është nga puna e Perëndis në ta që ata vinë. Pa Davidi u kthye te marrëdhënia me Zotin. Dhe së fundi vargu 9, Zoti e ka dëgjuar përgjërimin tim, Zoti do të pranojë lutjen time. Tani Davidi është është i fortë, çohet si djali plank prishës edhe shkon, unë do të shkoj tek Zoti. Ai e ka dëgjuar, sepse pendimi fillon që në zemër përpara se të bëhen veprime. Kur pendohesh në zemër, pastaj ndjek veprimin. Është ndrimi mendjes se rezulton në hapa vepruese. Edhe dini çfarë? Ati është piktura e Perëndis, djali plank prishës është pikturë e njeriut pa shpëtuar, po zbatohet dhe për më. Sepse është biri i humbur. Edhe ajo që ndodh është të dini një gjë, që kur biri ishte larg, Zoti nuk donte të shkonte atij. Perëndia na jep në frymën e shenjtë, na jep në fjalën e tij, na jep një familje, po ne nuk duam të dëgjojmë, shkojmë larg. E di çfarë bën Zoti? Kur shkojmë larg ne, çfarë bën? Ai na lë të shkojmë tek stalla e derrave. Edhe vetëm në stallën e derrave ne vim në vete. Edhe disa prindër ndonjëherë veprojnë gabim. Kur i biri i tyre largohet, kur fëmia e tyre largohet, ç'a bëjnë? E vrap telefon, dëgjoj, a kujdese çik për djalin tim? As nuk i dërgoj një kartë krediti. As nuk i tha, gjeni një punë për tim biri sepse po vdes uria, po ha ato ushqime të derrave. Vendi i derrave është vendi mirë që një baba ta lër fëmijën e tij të vejë. Sepse nuk dëgjon. Lëra të vejë në vendin e derrave. Mos e shkon nga mbrapa. Dhe Zoti na lën ndonjëherë të vemi në vendin e derrave, sepse aty është vendi ku mund të vim në vete. Por Perëndia i dashurisë është me syt nga rruga për të kthyer biri i tij nga vendi i derrave. Dhe kur kthehet e përqafon, e do, edhe ka gëzim të madh, edhe ai burri është gëzuar, edhe Zoti është gëzuar, edhe ne jemi gëzuar, gjithë janë gëzuar sepse u kthyem te Zoti. Kjo është fjala e Zotit. Te Luka 15 thotë, dhe kur erdhi në vete, ai tha, sa shumë ditës të timeti kanë bukë, ai sa u tepron kurse unë po hum nga uria. Do të shohem, do të shkoj tek matë, do të them, atë kam katuar përpara qiellit dhe teje. Salmi 34:18 thotë, Zoti shpran atyre që janë një zemër të thyer dhe ai shpëton ata që kanë një frymë të penduar. Edhe vargu fundi thotë, le të turpërohen e të roptohen rënd, gjithë armiqtë e mi, le të rikthehen të turpërohen papritur. Davidi tani e shikon fundin e armiqve. Edhe ai e di që ata kanë një fund të papritur. Sepse ashtu si Asafi që tha, derisa hyra në shenjtërore, edhe pash fundin e tyre, atëherë erdhan terezi. Edhe Davidi nuk ka më punë me botën e humbur, ka punë vetëm me bashkësinë me Zotin. Edhe është kthyer. Davidi thot papritur është thot kështu. Te fjalët e Urta 21:9 thot, ai i cili ngurson qafën kur qortohet shpesh, ka për të shkatruar papritur pa rrugdalje. Zoti qorton një herë, ngurson qafën. Qorton 2 herë, ngurson qafën. Qorton 3 herë, ngurson qafën.
Mos e bëj këtë. Mos e bëj këtë. Ktheu te Zoti. Psalmi është psalm pendimi, sepse baza e më këmbës është pendimi. Prandaj unë do të gjykoj o shtëpi Izraelit, çdo njeri sipas udhëve të veta, thot Zoti Perëndi. Pendohuni dhe kthehuni nga të gjitha shkeljet tuaja që paulësia të mos jetë rënimi juaj. Mëkati bëhet pjesë e shkatrimit ton pastaj. Është i ëmbël, po goja mbushet me zehër. Sigurisht që pasi u ktheva, thot Jeremiahu 31:19, u pendova, dhe pasi u udhëzova, godita mbi kofshën time, isha i turpëruar. Domethënë pendimi është Zot, çfarë kam bërë? Kam bërë atë që është keqe, kam bërë mëkat, edhe ne jemi të pandjeshëm ndaj mëkateve të frymës, arrogancë, krenari, lakmi, smirë që janë të brendshme, po janë poaj të këqija sa edhe mëkatet imorale, kurvëria etj. Por janë mëkate. Por nëse je i ndjeshëm edhe sa më i pandjeshëm ti jesh, edhe mëkati është si puna e lebrës që pasaj pak nga pak të hanë erbat, edhe mëkati pasaj të bën të pandjeshëm, edhe je si puna bërkos aty brenda dhe pasaj derisa zjen plotësisht. Por Zoti thotë, unë të gjitha ata që i dua i qortoj dhe i ndëshkoj. Thot vargu 19, dili cili është vargu më poshtë? Vargu më poshtë është ftesë për marrëdhënie me Zotin. U rrit tek dera dhe trokas. Nëse dikush do ta hap, të di dikush do ta hap derën. Unë do të hyj tek ai. Do ta dalë. Ai na fton në atë ftesë që na ftoi kur u shpëtuam, në marrëdhënie personale me Perëndin. 3 gjëra të thjeshta. Nuk e di ku jeni në marrëdhënie me Zotin, por Perëndia e Biblës është Perëndia. Edhe ai na shpëtoi nga hiri i tij. Edhe ai na thret pranë vetes, me çortim. Ja të përgjigjemi. Dhe pastaj ai punon në ne. Edhe na jep forcën. Nga të dobët na bën të fortë. Edhe fillon të punojë në ne, të na përtëri, edhe të na arris në shtatin e Zotit tonë Jezu Krisht. Nuk e di ku jeni, po në çfarëdo gjë që Zoti ju flet në jetën tuaj që të pendoheni, mos e hidhni poshtë, mos e përçmoni qortimin e Zotit, mos e përçmoni atë. Mos mbyllni veshët si Izraeli, mos e bëni. E di që disa nga ne do të mbyllni veshët, po mos e bëni. E di disa nga ne do të dëgjojnë, bëjeni. Unë lutem që të gjithë të përgjigjen qortimit të Perëndis. Të gjithë ne. Ati dashur, faleminderit për fjalën tënde. Edhe Zot, edhe unë e gjej veten si Davidi her pas here. Po faleminderit që ti na tregon për pendimi biblik, që të kthehemi nga ti. Edhe Zot, ashtu si Davidi, mos na qorton rënd, mos na ndreq rënd. Dhe nuk vim për shkak, megjithse meritojmë, Zot, dhe nuk vim për shkak të vetë drejtësisë sonë, po për shkak të Krishtit. Ke mëshirë për ne, Zot. Sepse mjaft nga ne jemi të dobët. Nuk dim t'i themi jo mëkatit. Mjaft nga ne po vuajmë nga problemet të ndryshme, o përballej me gjëra të ndryshme, o me sëmundje të afërme, o me gjëra të ndryshme, o me sëmundje të vetë tonë, o të fëmijëve, o nuk e di çfarë po përballemi, Zot. Por Zot, na ndihmo të mos jemi të pandjeshëm ndaj qortimit tanë. Mos jemi të pandjeshëm ndaj korrigjimit tanë. Edhe lutem Zot gjithashtu, Zot, na ndihmo të vim në vete, Zot. E të ngrihemi, e të kthehemi në marrëdhënie me ty. Na ndihmo gjithashtu të mos gënjejmë veten që sepse nuk kemi vajte kasollja, nuk do vi kasollja, Zot. Na fal për mëkatet tona. E na ndihmo që vazhdimisht të rikuperojmë marrëdhënien tonë, edhe kjo është ecja me ty. Duke u përullur, duke u penduar, edhe në këtë mënyrë ne ecim ditë pas dite me ty. Lutem që kjo të jetë jeta e krishterë e secilit prej nesh nga tani e tutje. Faleminderit për qortimin tënd. Faleminderit për ndreqjet e tua. Faleminderit që nuk na ndreq sepse ti dëshiron të derdhësh zemrimin, por ti na ndreq sepse na do, sepse ja ty. Faleminderit edhe që na lë të shkojmë edhe tek stalla e derrave. Sepse ne kemi nevojë ndonjëherë për to. Sepse nuk vim ndonjëherë në vete. Po faleminderit që gjithë kjo është nga hiri, mëshira dhe dashuria jote, Zoti. Dhe u lutem Perëndi për njerëzit e tu që ti i do, që janë të dashur në birin tënd, të punosh në secili prej nesh, të na afrosh me veten, edhe secili të zgjedh marrëdhënie të ngushtë me ty.
Në emër të Jezusit do të lutem. Amen.